pak tek integrimi, tek grup kapituit, së pari po ecet pak shpejt me grup kapituit edhe pse lajm shumë i mirë, kryeministri ka qef data 2027, 2030, 2029 që po përmendim bashkë dhe sa, por në fakt kur thuhet që janë hapur shumë, por tek e fundit s'është mbyllur asgjë. Ku jemi? Shikoj, ne kemi hapur 28, mos gaboj, nga 35 grup kapituit që përbëjnë gjithë trupën legjislative të negociatave mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Pikë synimi i qeverisë është që brenda vitit 2027 të mbyllen këto negociata, gjë që vërtet nëse ndodh do të përbënte një rekord pozitiv nga pikpamja e procesit negociues dhe brenda vitit 2028 pritet të ratifikohen gjithë protokollet dhe brenda vitit po themi 2030, thuhet në programin e qeverisë që do të parashtrohet nesër, ne synojmë që të bëhemi antar me drejta të plota në Bashkimin Evropian. Pra ka dy linja, dy shina në cilën ecën treni i integrimit. Është linja ose po themi shina e karakterit teknik, që është parafrimi i legjislacionit dhe negociatat me Brukselin, dhe nga ana tjetër është dakordësia ose miratimi politik që ti duhet marrësh nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian për të bërë pjesë antare me drejta të plota të familjes europiane. Sigurisht që familja europiane ka 450 milion banor, nëse i shtohen ose jo edhe 2 milion të tjerë, nuk besoj që do të trondis themelet e Unionit, për ne sigurisht është një ëndër së paku 35 vjeçare që kur shpallëm ne duam Shqipërinë si gjithë Europa në dhjetor të vitit 1990. Duket që sinjale pozitive për momentin janë po themi shpresë plota nga Brukseli, edhe për shkak të rrethanave gjeopolitike, për shkak të luftës në Gaza, në linjën e mesme, po mbi të gjitha për shkak të invazionit rus në Ukrainë, një konflikt i cili duket që nuk po mbyllet pavarësisht vullnetit të Shtetet Bashkuara dhe një pjesë të BE-s për ta bërë këtë gjë, dhe për shkak të destabilitetit, po themi që ka në kufijt lindor të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s gjithashtu, ne pam pak ditë më parë një dronët rus pra në territorin polak, mos gaboj, pra ka domethënë një tension të shtuar mes Rusisë dhe Bashkimit Evropian në lindje. Dhe në një farë mënyrë Bashkimi Evropian kërkon të ketë stabilitet, kërkon të ketë një lloj sigurie gjithashtu edhe në Ballkan për shkak të destabilitetit të historisë, së destabilitetit që ka rajoni ynë. Dhe unë besoj që të paktën nga Brukseli, pra të paktën nga institucionet e Brukselit, Komisioni Evropian, Komisioneri i Zgjerimit, janë shprehur mjaft pozitive për arritjen e kësaj ambicie. Pastaj takon secili shteti për të bërë vlerësimin, po themi individual. Kjo pritet bëhet në vitin 2029 ose në vitin 2030, shumë gjëra mund të kenë ndryshuar deri atëherë, jo thjesht në raportin ton me Bashkimin Evropian, por edhe në brenda vetë të shteteve. Në programin e qeverisë thuhet që duke folur sërish për kibernetikën dhe për inteligjencën artificiale, flitet që për herë të parë Shqipëria mban rekord sepse ka dhe po përdor inteligjencën artificiale në përkthimin e legjislacionit dhe parafrimin e legjislacionit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, pavarësisht entuziazmit që ka përfshirë qeverinë ditët e fundit për diellën dhe për inteligjencën artificiale, unë besoj që do duhet shumë pa reforma konkrete, do duhet që shteti demokratik të funksionojë, do duhet që liria fjalës të respektohet, shteti së drejtës, drejtësia e pavarur gjithashtu. Kështu që unë besoj që ne do vazhdojmë të jemi në monitorimin e rrep të Brukselit dhe ky është lajmi i mirë. Por te ky monitorim, përsa i takon atyre vendeve që kanë qenë dhe janë ndoshta më çekan mbi kokë për ne, a mund të ketë një ndryshim, ka një ndryshim, një zbutje, se ne përmendëm e pjesën e gjeopolitikës pak më parë, të zhvillimeve, rëndësia, ka ndryshuar diçka? Patjetër ndikojnë dinamikat në marrëdhëniet, po themi, ndërshtetërore. Për sa kohë ne jemi në këtë proces negocimi, si thua fanari i ndriçues për momentin është Brukseli. Në një farë mënyrë ne çdo lajm pozitiv ose negativ rrim me sy dhe vesh ngritur nga Brukseli. Kjo gjë do të ndryshojë. Pra nëse kur ne të mbyllim negociatat me shpresë brenda vitit 2027, sigurisht situata do të ndryshojë sepse më pas ti detyrohet të bësh lobing jo thjesht me Brukselin, jo thjesht me Komisionerin e Zgjerimit ose me Këshillin Evropian, që është këshilli i drejtuesve të shteteve ose të qeverive të gjitha vendeve të Bashkimit Evropian, po je i detyruar në një farë mënyrë që ti të lobosh me secilin shtet më vete, antar të Bashkimit Evropian, që të kesh miratimin e tyre. Në moment caktuar ne kemi pasur marrëdhënie, po themi, të acaruara me Greqinë ose me vende të tjera, ndoshta jo për fajin ton, por sepse vende si Franca ose Hollanda në moment caktuar kanë qenë skeptike për zgjerimin e Bashkimit Evropian në tërësi dhe zgjerimin në Ballkanin Perëndimor në veçanti. Pra sigurisht që këto dinamika mund të ndryshojnë. Rëndësi ka që ne në një farë mënyrë të bëjmë detyrat e shtëpisë dhe të jemi të gatshëm nga pikpamja formale dhe faktike për të qenë antar të Bashkimit Evropian. Pastaj sigurisht që ka të bëjë lobimi, ka të bëjnë partnerët, një lajm tjetër
I mirë, vitet e fundit është që Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë shpallur çështjet të sigurisë kombëtare dhe prioritet të tyre të diplomacisë që vendet e Ballkanit Perëndimor të jenë në Bashkimin Evropian. Pra është një lajm i mirë që vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë shpallur që interesi ynë e do që Shqipëria të jetë antar i BE-s dhe unë besoj që do të vi dita që kjo do të realizohet. Dhe në 3-4 minutat e fundit duhet ndalem pak tek pjesa e SPAK-ut. Është hapur gara për të zgjedhur emrin e ri që do të drejtojë SPAK deri në këtë kohë, në bazë perceptimit tënd, si e ke parë besimi i qytetarëve apo gjithçka që është zhvilluar lidhet me institucionin SPAK apo edhe me pjesën e individit Dumani? Një tjetër drejtues si SPAK, çfarë mund të bënte? Mund të jepte impulse të reja punës së SPAK-ut apo do të kishte një zbehje duke qenë se ka qenë shumë kryefjalë pjesa e Dumanit, apo i tillë do të bëhet edhe tjetri që mund të vi? Shikoni, unë kam pasur rast të flas edhe me kritizerë të zotit Dumani, kanë folur me ta jashtë kamerave dhe ata kanë respekt dhe vlerësim për integritetin e drejtuesit SPAK-ut. Drejtuesi do rri deri mos gaboj deri në 18 dhjetor. Dhe patjetër që integriteti i zotit Dumani, i cili nuk është vënë në pikpyetje nga kolegët e tij ose qoftë edhe nga ish kolegët e tij, nga ata që fjala vjen janë ndjekur nga vitingu deri dje dhe kanë gjithë arsyet për në një farë mënyrë për ndoshta edhe për të hedhur balë, se mund ta kenë pasur error, por përgjithësi integriteti i Dumanit nga ata që e njohin nuk vjen në pikpyetje. Sigurisht integriteti i tij është vënë për arsye politike nga ana e drejtuesve të opozitës, kjo është tjetër gjë. Por nga ana tjetër unë nuk mendoj që po themi integriteti personal dhe profesional i një individi mjafton për të pasur një institucion të suksesshëm dhe unë besoj që thelbi i suksesit të institucionit të SPAK-ut, ka qenë garancia e faktorit ndërkombëtar, ka qenë prezenca e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe mentorimi që është bërë prokurorëve të SPAK-ut dhe oficerëve të byros kombëtare të hetimit. Me gjithë respektin, fundit zoti Dumani dhe shumë prokurorë të tjerë kanë qenë prokurorë të krimeve të rënda. Pra kanë qenë detyrë, nuk është se u importuar nga Amerika dhe u bën vetvetiu prokurorë dhe tani ne kemi SPAK-un. Suksesi i SPAK-ut dhe çelësi i suksesit të SPAK-ut është proteksioni në një farë mënyrë që kanë ofruar Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sigurisht të jemi të hapur dhe të qartë me ndryshimin e administratës amerikane, proteksioni i SPAK-ut, proteksioni amerikan i SPAK-ut u vu në pikpyetje, por duket pra sinjalet janë që po themi kjo do të vazhdojë, mbështetja amerikane do të vazhdojë, jo vetëm sepse përfaqësuesit amerikanë ishin sot në mbledhjen e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, por ne e dimë edhe nga kolegët që raportojnë nga SPAK-u që partnerët amerikanë janë gjithmonë dhe ndjekin hap pas hapi veprimtarinë e këtij institucioni të rëndësishëm për drejtësinë shqiptare. Dhe unë besoj që cilido që të jetë pasardhësi i zotit Dumani, pavarësisht tentativave për ndikim politik nga qeveria edhe nga opozita, fundit kjo është deri diku normale dhe ndodh që politika tenton të shtrijë tentakulat e saj dhe të ndikojë mbi drejtësinë, ka ndodhur kudo, edhe në vende më të zhvilluara se Shqipëria. Unë besoj që po themi Bashkimi Evropian dhe sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës, proteksioni i tyre ndaj SPAK-ut do të bëjnë që ky institucion të vijojë punën dhe të vijojë standardin dhe të ketë rezultate të larta, pavarësisht se kush do të jetë në krye të këtij institucioni. Erl, shumë faleminderit për bisedën. Faleminderit, Nesi. Përfundojmë bisedën, njëherë është edhe gjithë hapësirën informative në News 24.